Moti përkeqësuar i ditëve të fundit ka sjellë problematika të mëdha edhe për zonat më të thella të qarkut të Vlorës. Konkretisht në Bashaj të Bashkisë së Lenicës ka patur probleme në drejtim të rrëshqitjeve masive të tokës, ndërsa dyshohet se mbi 100 banor janë të izoluar. Pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin rrëshqitjen masive të dheut në fshatin Bashaj, duke dëmtuar rënd rrugën lidhëse të këtij fshati me pjesën tjetër të zonës. Situata është bërë e vështirë edhe nga rreshtet e dëborës, të cilat kanë prekur këtë territor. Mësohet se si pasojë e këtyre problematikave, mbi 100 banor kanë mbetur të izoluar dhe pa mundësi qarkullimi. Situata paraqitet problematike, ndërsa pritet që edhe autoritetet vendore, si dhe institucionet e shtetit, të ndërhyjnë në bashkëpunim me grupet e emergjencës për të bërë të mundur hapjen e rrugës dhe aksesin të qytetarëve. Vlen të theksohet se edhe territori i Bashkisë së Lenicës është përfshirë ditët e fundit nga problematika si pasojë e rreshjeve intensive të shiut, që kryesisht kanë qenë të shkarjeve të dherave.